Bashku. Nëpërmjet akteve më madhore korruptive të njohura ndonjëherë. Shtetëzimi dhe manipulimi i votës shumicës shqiptarëve që jetojnë jashtë vendi dhe që kësaj here me një përfaqësi prej 340.000 vetësh zgjodhen të votojnë, është një goditje rand e idealeve të lirisë të shqiptarëve, e përpjekjeve të tyre madhore për të qenë së bashku pavarësisht se ku jetojnë, për të gëzuar të drejtat kushtetuese të vendit të origjinës. Ky manipulim është i paprecedent në historinë e votimeve të diasporës dhe mund të them këtu se në djenin time diaspora shqiptare është e fundit që fitoi të drejtën e votës. Shqipëria kishte mbetur i vetmi vend në të cilën një lloj si në ditë më të zeza të diktaturës komuniste, shqiptarëve jashtë vendit nuk u lejohej të votonin pavarësisht se ata në kushtetut dhe në dokumenta zyrtare kishin të drejtën e të ushtonin të drejtën e votës dhe ishin të listuar në listat e votimit. Ky akt hakmarrës primitiv poshtrues për çdo qytetar shqiptar, ky akt shkelmues i idealeve të lirisë të shqiptarëve, de facto shndroi procesin elektoral të diasporës në një instrument të shëmtuar të narkoshtetit shqiptar, narkodiktaturës në Shqipëri. Partia Demokratike në betejën e saj, në luftën e saj për votën e lirë të shqiptarëve, ka besimin më të madh se diaspora në Shqipëri, diaspora shqiptarëve, diaspora në vende tjera e Shqipërisë, do të mobilizohet dhe angazhohet me të gjithë forcën potencialin e saj kundër narkodiktaturës së Edi Ramës në Shqipëri dhe do jap kontributin e madh në rivendosjen e të drejtës së votës qytetarëve shqiptar në Shqipëri dhe kudo që janë. Në këtë rast ftoj të gjithë qytetarë shqiptar që votuan të përgatiten për një luftë pa kompromis kundër këtij narkoshteti si një ndëshkim i merituar për krimin monstruos kushtetues që kreu ndaj atyre dhe vendit dhe për rikthim në drejtë së votës qytetarëve shqiptar. Këtu